Këshilli Bashkiak Maliq zhvilloi mbledhjen e radhës ku në fokus të diskutimeve ishte miratimi i paketës financiare dhe planifikuese për vitin 2026. Një nga pikat kryesore të rendit të ditës ishte miratimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2026 me vlerë rreth 10 milionë euro, i cili synon të mbështesë zhvillimin ekonomik, përmirësimin e shërbimeve publike dhe realizimin e investimeve prioritare në territorin e bashkisë. Buxheti u diskutua në detaje duke reflektuar nevojat e komunitetit dhe objektivat strategjike të pushtetit vendor. Patjetër është një buxhet ambicioz, i cili kërkon punë, kërkon angazhim nga të gjithë, edhe unë do ta falenderoj dhe Këshillin e Bashkisë, i cili rast pas rasti me ndihmën e Intermeta ka rregulluar dhe ka përmirësuar dhe ka mbështetur punën tonë të përditshme për efekt të realizimit sa më shumë shërbimeve dhe investimeve në territor. Pike parë të cilën flasim ka të bëjë me paketën fiskale, nuk ka ndryshime rrënjësore. Jemi munduar të ruajmë një nivel taksash të pranueshme për komunitetin që përfaqësojmë. Gjithashtu, Këshilli miratoi nivelin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2026, strukturën organizative dhe nivelin e pagave të administratës bashkiake, programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe kalendarin për vitet pasuese, bursat për arsimin e përgjithshëm dhe profesional, si dhe ndihmën ekonomike dhe ndihmën financiare për familjet në nevojë.